zakonshme për vendin e parë, edhe jam i bindur që ne do të qeverisim me Kosovën, në çfarë do variante. Edhe tash jam i bindur që kemi me qeverisim me Kosovën, pse dalim këtë planin B. Po jam i sigurt që ne do të shkonim deri te 35 deputet, 32-35 deputet, do të qeverisim me Kosovën. 32-35 deputet bashkë me Partinë Demokratike. Kushtojmë në një energji në terren të atyre njerëzve. Një mobilizim i tillë, një bashkim i tillë, një rikthim i tillë, kështu pesh zemrat e njerëzve. Dhe këtu është një angazhim i jashtëzakonshëm. Po. I veprimtarëve, i atyre që janë heshtur, atyre që kanë pasur një rezerve, atyre që janë thyer zemrat të gjithë, ishim kthy në një betejë të përbashkët për Kosovën, edhe për një rikthim të fuqishëm të bashkuar. Kjo nuk ndodhi, ka më shumë shpejt e ma thjesht me ndodh, fatkeqësisht, mirë po është plani B dhe besoj që me edhe këtë pjesën e planin B do të shkojmë deri te atij objektivi. Do flasim edhe për planin B edhe për planin B dhe për planin C do flasim në vazhdimsi. Por shembull ata të cilët e kishin kundërshtuar ose e shihnin me dyshim këtë bashkëpunim, rikthimin e Limajt në shtëpinë e vjetër edhe funksionimin ose simbiozën, thonin se Limaj nuk është lojtar besnik në politikë për arsye se PDK-n e ka braktisur një periudhë kohore, me Ramush Haradinaj nuk funksionoi dhe e braktisi me një moment, edhe u krijua kjo ideja e atyre kundërshtarëve që ta përdorin këtë publikisht. Si ke parë këtë deklarata? S'kam parë këtë deklarata e bëti, po ngëm. Jo, unë s'jam duke i bë këto. Ajo çka po do të thonë unë. Jo, këto s'jam duke i bë se këto i ka bërë Ramush Haradinaj që e ke pasur ti partner, se kam pasur unë. Ngëm. Po. E para po do të thonë një gjë. Leadershipi duhet me nguaj që të voton. Ma mirë se elektorati se na një kërkush. Elektorati në një. Po. Dhe kur elektorati kërkon diçka, e ti je për elektoratin këtu, gjëja parë që duhet me bëj qytetarin, po, duhet me ndëgju dëshirat dhe synimet e tyre. Një dyta, nuk kanë kohë në politikën e Kosovës një ma besnik. Këshirëm tash mundësi. Po, unë vetëm sysha. Këshirëm tash. Asnjë njeri në politikanë në Kosovë nuk e ka ma besnik në fjalës sa unë. Hiç nuk ka. Edhe ti e din. Po, vetëm ato deklarata publike. Ama ti e din. Unë parla, leti deklarata publike, unë tash po flas. Po. Nuk ka asnjë politikan ma besnik në Republikën e Kosovës. As bashkëpunëtor ma besnik. Prej që jam politik. Futni deklaratat e mia këqyrni, e qëndrimet e mia në YouTube. Prej që ka dalë televizioni, edhe ruhen deklaratat. Edhe shikoni deklaracionin me ata të tjerët.